Sot kam kënaqësinë që të kem në studio një zë të rëndësishëm të diplomacisë shqiptare. Ai është ish ambasadori zoti Besnik Konçi. Me një përvojë të gjatë në përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, ai vjen me një këndvështrim të drejtë mbi sfidat dhe zhvillimet aktuale. Zoti Konçi, përshëndetje, kënaqësi që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësia ime. Fillojmë pa humbur kohë, jam shumë kurioztare vetë, por dua të ndajmë edhe me audiencën. Si ka qenë zgjedhja e diplomacisë si karrierë për ju? Ka qenë rastësi apo e mirë menduar? Të dyja bashkë. Ishte një kohë kur vendi pas ndryshimeve, po themi, shumë të rëndësishme politike, jetonte kulmin e varfërisë dhe kulmin e entuziazmit. Sepse njerëzit në të vërtet në atë kohë kishin probleme ekonomike, po kishin shumë shpresë për të ardhmen, sepse sapo kishim dalë nga diktatura. Dhe gjithkush nga ne shikonte mundësitë si mund të kontribuonte, çfarë mund të bënte. Dhe kishte rekrutime dhe në përpjekje për të rifreskuar institucionet që kishin dalë nga një regjim diktatorial që kishte përpasoj edhe ideologjizimin e këtyre institucionet, të cilat duheshin rivitalizuar, rijetësuar për të përshtatur një shoqëri të re, demokratike. Me sa gjykoj në shërbimin e jashtëm kërkoheshin njerëz që kishin pasur edhe kontakte mbase me perëndimin, edhe që dinin gjuhë huaj, edhe që mund të ishin dhe sa më pak të ideologjizuar, dhe fakti që unë vija nga fusha e fizikës, domethënë që ku ideologjizimi ishte, por nuk ishte në masën të tillë me shkenca shoqërore, mbase bëri që dikush të më propozoi tek Ministri i Jashtëm të rekrutohem. Unë kisha kërshërinë qoftë nga fakti që kështu si të rinj merreshim me këto zhvillimet ndërkombëtare, me zhvillimet politike në vend, me këto, mbase na duke edhe sikur kuptonim, por kjo ishte situata. Pastaj isha kërshëria edhe për të pasur kontakte me kultura të ndryshme, edhe për të lëvizur, se vinim nga një vend i mbyllur dhe shërbimi i jashtëm të jep dhe mundësinë për të lëvizur. Të gjitha këto bën që të besoj se po shkoj ta provoj, dhe me besimin se do të bëja diçka, dhe fakti, eksperienca tregoi se diçka bëra. E kujtoni momentin e parë që ju kanë propozuar, edhe si u përjetua, jo tek ju, por edhe tek familjarët tuaj, momenti i parë i propozimit? Momenti i parë i propozimit ishte në një kafe, një shok i cili më thotë këtu, kjo është situata, të kërkojnë. Kam sugjeruar për shërbimin e jashtëm, dhe më thash po me njëherë. Dhe kështu filloi puna me ato gjërat e para, me njohjen, me përshtatjen me një strukturë, me përshtatjen e rutinës ditore, me shumë lehtësim për të njohur të drejtën ndërkombëtare në përgjithësi, për të njohur çështjet, për të njohur politikën zyrtare shqiptare nga vinin ku po shkojnë, gjitha këto, të cilat, të them drejtën, më dukeshin të bukura, por pastaj të vënë në praktikë ato kanë sfidat e tyre që i përjetuam, dhe po thash ishte një periudhë entuziazmi, ne kishim entuziazëm, idealizëm për të bërë diçka dhe shumëri, domethënë në atë kohë, edhe dëshira për të mësuar ishte e madhe, dhe aftësia është shumë e madhe, se me rini edhe aftësia për të mësuar është. Si ishte të përfaqësoje Shqipërinë që ishte në një periudhë tranzicioni, po them vetë, vendi si Shqipëri, por jo edhe shumë e njohur për botën. Si ishte të dilje jashtë, si përfaqësi diplomatike, edhe të përfaqësoje vendin tënd, me të gjitha këto vështirësitë dhe me të gjithë atë historinë që kishte, pra që po vinte nga një diktaturë gati 50 vjeçare. Atëherë ishte një ne këtë gjë e merrnim si një gjë shumë pozitive. Dhe do të them që këto lloj ngarkesash po i quaj kështu negative, po i vë një emër.
po jo shumë pozitive, nuk influenconin dhe ne ishim shumë të mirë pritur për të paraqitur perspektivën e zhvillimit një vendi që dilte nga diktatura, pra ne ishim një bashkësi vendesh të Europës Juglindore, ne ishim një zonë këto zhvillime, ishte tendencë zhvillimi hapja e vendeve ish komuniste dhe ne ishim pjesë e kësaj lëvizje, po themi, politike, geopolitike, europiane, quaj si domet. Dhe kudo që shkonin, paraqisim këto aspiratat, cilat shifeshin me simpati në vendet perëndimore. Dhe ne na duket gjërat flisim për gjëra pozitive dhe priteshin pozitivisht në kancelarit perëndimore. Pastaj kur ti do të përfaqësosh interesa të cilat ndeshen me interesa të tjerëve, atëherë gjëra fillon e komplikohet dhe bëhet më serioze dhe edhe ky entuziazëm kthehet në një seriozitet dhe mirëbesim se do t'ja dalësh, domethënë, dhe seriozitet sepse atë kohë për shembull përgatisje dosjet me Greqinë ishte gjë shumë serioze sepse marrëdhëniet kishin probleme që ishin lënë disi ashtu latente nga fakti që vendi ishte i bllokuar dhe pastaj kishte probleme të cilat lindën kryesisht edhe si pasojë pretendimeve greke, por kur shoh në retrospektiv ato përpiqeshin të shfrytëzonin pak edhe faktin që diplomacia shqiptare ishte rishtas në një politikë të hapur që për të marrë me problemet konkrete, basa mund të quhesh ato konsideron një mungesë eksperiencë apo ku di unë, por edhe faktin që ishin ekonomikisht më të zhvilluar, kishin zë më të fortë në institucionet ndërkombëtare, duke filluar në bashkimin në Komunitetin Evropian apo në NATO apo në OSBE e tjera. Të gjitha këto do merreshe për të përgatitur vendin në një mënyrë të balancuar. Këto janë kriteret e përgjithshme, pastaj kur ty në detajet, kishte vështirësitë të saj, por edhe kënaqësitë që merren nga ajo punë, sepse natyrisht ku ka sfida ka kënaqësi, ka në një moment edhe pak dëshpërim, sepse mendon që këtë mund ta bëni më mirë, po dora dorës vjen dhe bësh piqesh si ekspert, edhe provon nëse je apo nuk je për atë punë. Tani më përmendët pak Greqinë edhe ato vite dhe në bazë të atyre se çfarë kam lexuar, por edhe në bazë të dokumentarëve që kam bërë, flitet që në ato vite dhe edhe më vonë ka patur një dyndje të madhe të agjenturës greke dhe jugoslave në Shqipëri për shkak të pretendimeve që kanë patur. Sa e vështirë ishte për diplomacinë shqiptare që ta menaxhonte të gjithë këtë situatë duke parë edhe aspektin teknik që nuk ishte aq i zhvilluar sa mund të ishte në këto vende të tjera. Tani, kulmi i acarimit të marrëdhënieve Shqipëri-Greqi në atë kohë, në këtë sfond që thoni ju, ishte incidenti i Peshkëpis. Peshkëpi është një fshat në Dropull dhe 4 kilometra në brendësitë kufirit një komando greke u fut dhe sulmoi një repart ushtarak. Ndodhi 4 kilometra në brendësitë kufirit. Vrau 2 ushtarak, plagosi 3 tjerë dhe bllokoi, izoloi 130 rekrutë. Ndërkohë që mori peng edhe një oficer të shërbimit informativ. Këto pastaj i lëshoi pas një gjysmore, ishte ora 2:40 e mjesit e datës 10 prill 1994. Kur gjithë institucionet u funë në alarm, ishte një incident i rëndë, i cili pati për pasojë një shkallëzim të tensionit të marrëdhënieve shqiptaro-greke. Dhe kjo është koha kur kam qenë pjesëmarrës në të gjitha takimet që janë bërë me palën greke në Janin dhe në Tiranë dhe në Gjirokastër, kudo ku kam qenë pjesë e këtyre delegacioneve. Dhe ku kam dirë për herë të parë peshën e kësaj pune, përgjegjësinë dhe seriozitetin që ka. Dhe është normal që ti, kur kthehesh mbrapa, vlerëson atë seriozitet dhe atë përgatitje që është bërë.
Ishte një dosje e madhe që përgatiteshe për të shkuar, për të biseduar, dhe që është test. Për këdo që ishte në atë delegacion, ishte test. Për drejtuesit e delegacionit, në një rast isha dhe unë vetë drejtues delegacionit, që ishte nivel më i ulët. Dhe janë pjesë shumë të rëndësishme dhe si ja bën, do përgatitesh seriozisht. Seriozisht. Do kesh të qarta tezat me cilat ti shkon. A ndjeshit inferior në krahasim me ta për shkak të gjithë teknologjisë ose infrastrukturës më të mirë që ata kishin, apo ndiheshit të barabartë sepse ju punonit më shumë manualisht, po them, për të arritur ato rezultate që t'ju bënin në një farë mënyrë të barabartë në tryezën e diskutimit? Atëherë, më falni ta zgjeroj pak të tezë, se ju më provokuat një gjë që unë e kam pas në temë të bisedime edhe të artikujve të shkruar, edhe të intervistave të mia. Gjithmonë ka pas një lloj tendence, një lloj kompleksi inferioriteti në lidhje me grekët dhe serbët në bisedime. Ka qenë kjo dhe unë gjithmonë kam punuar, ose duke pas eksperiencën me grekët dhe me serbët, më lejonit ju, jo vetëm eksperiencë personale, po edhe me delegacionet me tjerë, mos e marrin personale se të. Unë kam arritur në një konkluzion atë kohë, dhe vazhdoj të jem i këtij mendimi që nuk është se ato janë më të aftë se ne në bisedime, jo. Madje shpeshherë kemi aftësi individuale, kapacitete individuale më të mira për të biseduar. Jo se jemi më të zgjuar, po se në përgjithësi kemi pas të bëjmë me çështje dhe teza që ishin në favorin tonë. Pra ne kemi qenë më shumë në një lloj mënyre të detyruar të mbrohemi nga pretendimet të tyre, ose nga politikat të tyre të gabuara, që shpeshherë kishin simpatinë e komunitetit ndërkombëtar, por që në qëndrime ti duhet të atëriqe komunitetin ndërkombëtar sepse janë dhe interesa të tjera që të duhen marrë parasysh. Kur dikush, se nuk është e thonë që perëndimorët veprojnë vetëm mbi parime, veprojnë edhe mbi interesa, dhe këto duhet mirë parasysh. Pra, për ta shkurtuar, për aftësi biseduese jo, nuk janë më të mirë se ne. Për të përgatitur bisedimet, pra pjesa institucionale, këtu është diferenca mbase. Që ne kam idenë që kemi rregulluar duke e kuptuar këtë gjë. Pra kjo pjesa e përgatitjes bisedimeve, ato janë, ose në atë kohë mbase dukeshin të ishin më mirë se ne. Por thash, në faktet që ne bisedonin për incidentin peshkpisë dhe për pretendimet greke, ne na jepte një favor në bisedime, sepse flite për çështje që e drejta ishte në anën tonë, por që duhet mbrojtur në mënyrë profesionale dhe që duhet paraqitur në kancelarit perëndimore në mënyrë të tillë që ne të detyronim sa më shumë që t'ishte mund të vepronin në favorin tonë, në favorin e së drejtës, dhe të sfidonin në një lloj mënyre, në thojza interesat që i lidhin me Greqinë, nuk ishte e thjeshtë. Sepse Greqia ishte në gjitha tavolinat kryesore dhe ishte partner i rëndësishëm në NATO, në Komunitetin Evropian, në gjitha institucionet, dhe ishte zë i fuqishëm dhe ishin ekonomikisht më të fortë se ne edhe. Dhe në këtë lloj bisedime zhvilloheshin në këtë lloj konteksti, ku ne në bisedimet direkte nuk është se ndjeheshe inferior, dhe unë paraqisje, sepse kishe faktet, ishte ndërhyrë në kufirin shkelur të sovranitetit i Shqipërisë me pretendimet për Vorja e Pirën, ose dhe organizata që e mori për ishte Mavi, që ne njihni, ishte organizata për shlirimin e Vorja e Pirit, që ishte një organizatë e cila në mënyrë indirekte kishte lidhje me strukturat greke, e sigurisë greke, në mënyrë indirekte, paktën kaq kishim ne, dieni në atë kohë. Dhe në fundit ne ishim sulmuar nga territori grek, dhe pala greke që thoshin që kjo ishte një incident që ato e dënonin dhe donin ta zvoglonin këtë. Natyrisht ne u përpoqëm, nëse e kujtoj saktë, që me aleatët tanë ta ngrejmë të shqetësim, po të përpiqemi që
si thua, sepse edhe të sulmoj direkt Greqinë nuk ishte kollaj t'i thoje një partneri perëndimor që shiko se këto grekët me ato që ne flasim me njëri tjetrin shpeshherë, mase edhe në institucione edhe në për kafenera, domethënë që shiko se ne e dinim që ishte shumë i rëndë, por edhe palët tjera e dinin që ishte shumë i rëndë, por kur ti do ta paraqisish me një mënyrë të tillë që diplomatike pra se në mënyrë diplomatike të kujdesshme që jo ti shkosh direkt në sulm direkt Greqisë, sepse ai partneri e ka partner për një kohë gjatë dhe i kishte partner edhe në kohën kur Shqipëria ishte e mbyllur. Dhe kjo na shton nga partnerët shpeshherë. Për izë vërtetës. Domethënë, përveç se e kemi bërë, po edhe na thonë që bëni mirë kështu, se na jepni edhe ne dorë t'ju ndihmojmë. E ndihmoni më shumë veten, jo duke e akuzuar Greqinë si shtet terroriste kështu, me këto ta kalonim në ekstrem. Po duke thënë që shiko, duhet të jetë kujdesshme, klima, kjo zhvillohet nga klima e politike dhe klima e rënd anti-shqiptare që krijojnë institucionet greke, mediat greke, këto gjëra, pra ne i bëjmë thirrje Greqisë që të veprojnë në këtë drejtim, sepse jemi popull fqinj, kemi qenë këtu për vite, për shekuj, për gjitha, dhe këtu do jemi dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhënie. Pra, rregullonim frymën e tillë që një perëndimor mund të thashë po shumë mirë. Ju jeni mirë. Dhe natyrisht ata nëse të dilte në mbrojtje, po prapa kuintave do t'i thoshte Greqisë, shiko. Tani nuk kemi këtë gjë, nuk mund ta çojmë më tutje, sepse më tutje natyrisht ne do bëjmë presion për të drejtat e njerëzit e tjera, e të minoriteteve, të cilat unë kam pas fatin të shoqëroj edhe delegacionet e vendeshtor të emisarit të OSBE-s, dhe gjithmonë i kemi thonë edhe atij dhe i bëri një raport të mrekullueshëm, i thashë të drejtat minoriteti grek, kjo është e vërtet, e hapur, kur nuk është diskriminuar në Shqipëri mbi baza etnike. Ai ka pas të njëjtin diskriminim ideologjik, siç kishim gjithë ne shqiptarët. Dhe ne me grekët kemi bërë krushi, kemi ndetur, kemi ashtu. Po kanë patur drejtën e arsimimit të gjuhës së tyre. Pasi lloj paragjykimi, kishin shef shtabit të mbrojtjes e tjera në kohën e diktaturës. Pra, edhe diktatura nuk ka bërë një lloj diferencimi dhe nuk kishte një frymë të tillë. Dhe ne përpiqeshim që këto gjërat të bënin qartë që të drejtat e njerëzit janë universale, në rastin e Shqipërisë do të përparohen, do të respektohen, do të zhvillohen, dhe në këtë kuadër të minoriteti grek. Pra, duke ecur me kujdes, pa e tepruar, sepse ndonjëherë se s'kisha edhe tendenca që jo, po bjeri me teza kështu të ashpra, si Ballkanas, të bien në kokë. Unë besoj se kemi bërë një punë, institucionet kanë bërë një punë të mirë, ne kemi bërë një punë. Besoj, domethënë, paktën gradualisht koha filloi të na japi të drejtë në marrëdhëniet me Greqinë deri në fund në presidencë. Kam pas rastin të jem dëshmitar me presidentin Papules edhe të bisedoj dhe të shikoj se si retorika e atij personaliteti grek ishte kaq e moderuar dhe kaq e kujdesshme. Dhe domethënë ai me të vërtetë mbetet një nga politikanët më të rëndësishëm në marrëdhëniet shqiptaro-greke dhe më pozitivi dhe më me këmbë tokë. Që ka dhënë me të vërtetë një kontribut të rëndësishëm në zbutjen e tensioneve, sa ishte e mundur. Është zbutja e tensioneve, po përsëri ne vazhdoj të paktën në pikpamjen time që të kemi një marrëdhënie paksa të ngrirë për aq shkollë sa Greqia nuk heq ligjin e luftës, edhe për sa që kemi dhe në mes edhe çështjen Trump, po kjo është diçka tjetër që kërkon emisione të tjera për diskutim. Do ta bëja një emision tjetër me kënaqësi, sepse me të vërtetë është një pjesë me cilën jam marrë shumë, por më beson nuk do të doja ta ngjisja kështu shkarazi. Cili ka qenë një nga momentet më të vështira që të ka kërkuar karriera jote si diplomat? Shiko, diplomacia është një profesion i bukur, nëse ti e ndjen se e bën dhe ke motive ta bësh, por që në tërësinë e saj përmban edhe përgjegjësi shumë të mëdha. Dhe pa dyshim Beogradi është stacioni më i rëndësishëm i karrierës, ku po themi edhe momentet e vështira në një lloj mënyre, nëse do të quajmë kështu, janë të përditshme, në përditshmëri.
Po, themi, në të lloj situatash, në momentin e lëvizjes studentore në Kosovë, kur në fund shtator, fillim tetor 1997, studentët protestuan dhe u ndeshën me dhunën serbe. Ne kemi qenë pranishëm aty dhe në momente të vështira jo se kanë lidhen me faktet fizike, të kërcënimit fizik, po sepse kërkojnë kujdes, veprimet kujdesshme për të mos rrezikuar diplomatikisht. Këto janë momente që kur mbaron një veprim i tillë, pra ambasada ka qenë e pranishme, kam qenë i pranishëm aty dhe kur ato mbarojnë pa incidente diplomatike, meqense edhe pse je i pranishëm, që këtyre zhvillime me të vërtet janë momente kur njeriu është goxha i koncentruar, i fokusuar dhe që duhet bëj veprimet e duhura dhe pak dhe shpresën se të ndihmonte Zoti thua. Dhe për t'ia dalë që në fund ti jep ato mesazhet që duhet për studentët, por edhe që nuk provokon gjëra që mund të shkojnë në dëm të interesit nga pikpamje diplomatike. Kjo është një që më shkon tani në mendje. Domethënë, sepse Beogradi ka pasur zhvillime ose një moment tjetër shumë i rëndësishëm. Domethënë kur ti kupton se sa e ka peshën dhe me të vërtetë është vdekja e këshilltarit për edukimin të presidentit Rugova, Xhavit Ahmetajt, në nëntor të 1996-s. Më kujtohet që ceremonia e varimit të tij bëhet në Prishtinë dhe kuadër të përfaqësimit të vendit tim, si shef i misionit diplomatik në Beograd, që ministri i jashtëm në atë kohë thoshte është emrimi më i rëndësishëm për momentin, ma thoshte gjithmonë këtë gjë për të pas edhe për të më përkrahur, për të më mbështetur. Në një moshë 33-34 vjeç do të maja një fjalë në ceremoni në prani të mbi 100.000 të pranishmëve, fjalë e cila do të transmetohej nga zëri i Amerikës dhe të tjera institucione të rëndësishme të mediave botërore, direkt, dhe ku do të jepje një mesazh të qartë, shprese për njerëzit që ishin aty, një mesazh për aleatët, por që të ishe i balancuar dhe të mos provokoje ndjeshmëri që të duken si të bukura kur ti flet, por që në të vërtetë nuk i shërbejnë. Kjo është një gjë që, domethënë, momenti i përgatitjes së kësaj fjale deri në presje dhe transmetimi direkt, domethënë, kjo ka qenë një moment i rëndësishëm, domethënë, që kam të regjistruar në memorien time dhe që mbetet gjithmonë ashtu. Të kujton atë vështirësinë ose sfidën që ke patë në momenti. Do ta quaja sfidë. Dhe janë ka dhe momente tjera, domethënë, ku ti duhet të mbash qëndrime të kujdesshme, pra, do të thoja, është, po ta themi në atë fjalën e sakrificës, ta janë, si thosh, po themi një lloj sfidash, më shumë se sa sakrifica, po normal në një, po ta marrësh në kuptimin e vërtet sakrificës, në që quhet sakrificë që ti je në një ambient shumë armiqësor, po themi, atë kohë, domethënë edhe kur ambasada jote sulmohet nga 10 mira, po themi,
turma të irrituara, që cilat pasi kishin mbaruar me ambasadën amerikane vinin, ne kishim afër selin ton, vinin tek ne. Ne ishim me familja aty brenda, natyrisht, to janë momente, sado që ti thua që nuk i intereson edhe këtyre të futen, por ai kur e ke tjetër 1 metër larg aty te dera dhe të gjun me gure, ku e di unë, domethënë ti je me familje, me fëmijë, me të gjitha aty brenda. Natyrisht kjo është një moment i këndshëm. Dhe gjithmonë to kishin një fund që vinte me një telefonat Ministrinë e Jashtme ku ti kundër po themi kërcënohen atë moment, thoj shiko, nëse ne jemi me gjithë tu, ju e keni të detyrueshme t'i largoni këto njerëz. Por ndryshe edhe ne na duhet çfarë do bëjmë nëse dikush hyn në ambasadë. Në ato momentet që ti mund thash, gjithmonë isha i bindur që nuk ka interes që këto të futen, se çfarë do bëjnë? Do futen, ja çfarë do fitojnë nëse këto do bëjnë gjëra marrëzira. Në momente nuk turma nuk logjikon. Që ne jemi njerëz dhe ti pavarësisht kësaj pjesa e faktit që ti shef aty dhe duke ditur që edhe me familje, me fëmijë, me gru aty, natyrisht është një gjë që të krijon pasiguri është. Të krijon një lloj ankthi, të krijon një lloj kështu, thajmë se ja vlen të përmendet si sakrificë, them. Tani nuk e di. Sigurisht ja vlen sepse nuk kam qenë sepse ai lloj emërimi që ka qenë një privilegj i madh, domethënë nuk kam qef shumë. Ja, se do ndalemi më tepër sfidat e tjera në këtë emërim se sa këto të drejtën. Do ndalemi pak tek vitet që ju keni shërbyer në Beograd. Si ndiheshe që ishe përfaqësuesi i trupit diplomatik shqiptar në Beograd, në një qytet ku po përgatitej për luftë me Kosovën? Pra, si e përjetoni të gjithë këtë atmosferë, duke tentuar të ruanit edhe atë marrëdhënien diplomatike, por duke dhënë edhe mesazhin që duhet të jepnit që Shqipëria ishte në krah të Kosovës? Në një moment kur po shkruaj një nga, po themi, dramat gjeopolitike në rajon dhe në Europë edhe më gjërë, kur Jugoslavia e kampionja e mos angazhimit po shpërbëj në vende që po angazhoheshin, në pjesë do të angazhoheshin, kur përplasjeve amerikano-ruse shtoheshin interesat gjermane, konfuzion edhe interesat me ambiguitet tradicionale dhe rishtasit të Francës, të Anglisë, me një Itali e cila mundohet luante fqinjin, por që të përshtatej me këto zhvillime, në një tension etnik, ndëretnik, që merrte shpeshherë ngjyra fetare, në përplasjet lindje perëndim veri-jug, nga pikpamje gjeopolitike, gjeostrategjike, dhe kur po luaj një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë së shtetit shqiptar, ai i Kosovës, dhe i fatit të saj, me këto në kokë emrohesh, në një moshë shumë të re, 34 vjeç, ti emrohesh shef i misionit diplomatik në Beograd. Kur më është propozuar, kam thënë po me njëherë. Madje kur më është pyetur pas disa ditësh, kam thënë po, kur e kam thënë këtë po, e kam menduar mirë, domethënë. Po. Është një përgjegjësi shumë e madhe, por jashtëmase e madhe, dhe një, po them unë, ndjesh me të vërtet shumë i vlerësuar. Shumë i vlerësuar ndjesh. Dhe këto i kam thonë ministrit, sepse fillimisht mu premtua për të shkuar ambasador në Greqi, në atë tension, me qenë se isha marrë shumë me Greqin. Dhe atë ministri, kur ma propozoi, më tha, po, tha, do shkosh ta kështu, tha, sepse je marrë dhe... Dhe po mirë, dakor. Pra, si tush isha... Pastaj, u mendua që në Greqi ishte ambasador Hyseni Çabej, pse edhe Hyseni njëtës background me mu fizik. Ndërkohë që presidenti i kohës mendoi, pse të bëjmë dy rishtasi, sepse të dyja situatat ishin tensionuar në atë kohë. Atëherë me qenë se ashtu, po çojmë njërin në Beograd, kurse këto të Athinës e lëm se ky kishte 2 vjet atje. Dhe kur më propozu Beogradi, unë e kisha marrë një lloj
avulli, po themi. Edhe them po, edhe pasi mas një javë më pyet prap ministri, por e them, nuk për mua, nuk ndryshon Athina në tension, nuk ndryshon Athina me Beogradin këtë moment. Ndryshon rëndësia gjeopolitike e gjës. Po mirë, tha, i tha, në rregull jemi atëherë, tha, se pse. Unë thesha, duha të them, tha, se të komfortojmë, tha, Ti jesh edhe i sigurt edhe ndjesh rehat me zyrën. Ndjesh rehat, domethënë, do kesh për krajin e gjitha, mu lejo bile të zgjedh dhe stafin atje. Këtë kërkova, dua të zgjedh stafin. Po si ishin, si mban mend përballjet pra me zyrtarët e lartë të Beogradit që kisha aty? Përballjet, takimet, se përballjet duket pak në fjalorin shqip sikur Unë do të vazhdoj sepse lidhet kjo edhe me pyetjen më parshme, domethënë si do të shërbej aty, si do të paraqisje. Së pari, si do të jepi mesazhin të shqiptarët. Së pari, prezenca në Kosovë do të ishte shumë e rëndësishme. Që ishte në platformën, kur paraqita platformën, ishte së pari ishte prezenca në Kosovë. Domethënë, çdo fundjavë unë shkoja në Kosovë. Ishin dhe dilin dhe lajmet në atë, se ishte shumë e rëndësishme që edhe televizioni transmetonte se ishte mesazhi që do jepe që ne jemi të pranishëm. Dhe ajo alternoi pasi bëhet në Kosovë, ose shkoj pastaj në kthim në Malzi, me shqiptarët e Malzi, ose në shqiptarët e Preshevës, Bujanovcit dhe të Nedvejgjës. Kjo është e para se si jepet mesazhi, i cili është edhe brenda diplomacisë, brenda aktivitetit diplomatik, por që kishte rezistencën dhe kundërshtimet e autoritetet në Beograd në format të ndryshme. Dhe kishin format të tyre të cilat janë. Dhe normal, ajo që ju e quani përplasje, që unë e quaj shkëmbim diplomatik gjithmonë, gjua është e qartë, por për të veshur, domethënë, e kisha pak merak të punë e veshjes gjuhës, sepse diplomacinë kjo e dallon veshja. Ne kishim dy teza shumë interesante, shumë të e drejta e popujve për vetëvendosje dhe mos ndryshimi i kufive me dhunë. Domethënë që ne mbështesim Kosovën, por nuk mbështesim dhunën, që është diplomacia. Ashtu do flasësh. Ti po e hoqe këtë dytën, atëherë do marrësh pushkën. Ne ishim në gjuhën diplomatike dhe që këto ishin tezat që me të vërtetë ishin të gjetura mirë dhe tezat të cilat qëndronin dhe pavarësisht se pala serbe shpesh thoshe ky është provokim e ku e diun. Thonim ky është e drejta ndërkombëtare, ne këtu jemi. Dhe natyrisht argumentimet, gjërat ishin pjesë e lojës diplomatike, e cila është normale në ato kushte. Dhe që sidomos në momentin që unë shkova në Beograd ishte shumë e rëndësishme sepse zhvillimet dramatike ndodhin në veri, në Kroaci, Bosnjë, që pasuan pasaj me Daytonin, dhe ndërkohë që do të kemi parasysh që lufta në ish Jugosllavi ishte luftë për territore. Pra, ishte luftë e shoqëruar me një spastrim të dhunshëm etnik. Sepse nuk është dhe që lidhej pastaj me sovranitetin, lidhej me ndarjen e pushtetit mes etnive, lidhe me ikje refugjatësh, dhe po të shikosh gjithë marrëveshjet, gjithë ato tratativat i kishin këto çështjet aty të përfshira, sepse ishte luftë për territore dhe ishte shumë e rëndësishme qenia njerëzore të ruhej në Kosovë. Dhe këtë presidenti Rugova e theksonte gjithmonë. Unë e kam shumë të rëndësishme të ruaj qenien njerëzore këtu, sepse po më hikën njerëzit s'ka më Kosovë. Dhe që ti të ruaj këtë gjë, pra ta kishe që të përkraje aspiratën e popullit Kosovës të përfaqësuar nga presidenti Rugova për pavarësi si një formulim diplomatik konsistent, paqësor, po jo si ikje nga e vërteta, ishte shumë e rëndësishme që të siguroje artikulimin e qartë të aspiratës, por edhe pjesën diplomatike që lidhej me mos përdorimin e dhunës. Sepse, si shtregoj edhe në fund bombardimet e NATO-s, nëse kjo dhunë do provokojë më parë, rezultati dihej. Dhe në qoftë se s'ka qenë njerëzore, nuk do kishte Kosovë.
Pra në këtë kuadër të zhvillimeve në ish Jugosllavi. Kështu kjo ishte retorika e përditshme, kishte ngritjet tonesh, ulje, ndonjëherë, pjesë e lojës, domethënë diplomacia këtu bëhet e bukur dhe bëhet sepse ti ndjen se po bën. Po bën diçka. Po bën shumë çka. Diçka është. Domethënë ti ndjen çdo ditë peshën e asaj që e mendimit, efektin e fjalës dhe impaktin e aksionit. Jam futur në botën e atyre viteve tani edhe po mundohem që të përjetoj gjithçka që ju keni përjetuar atje. Si e ndjenit shërbimin sekret serb? A ju ndiqte në përditshmërinë tuaj? Jeni ndjerë ndonjëherë i rrezikuar prej tyre në atë periudhë? Shiko, tradicionalisht ishte një shërbim shumë i kualifikuar dhe shërbim shumë që vinte nga një shtet komunist, një shërbim tipik i vendeve totalitare, i cili përpiqet të kontrollonte gjithçka me të gjitha mënyrat. Dhe që normal ishte i pranishëm. Po të mos ishte i pranishëm, unë do të thoja s'po bëj asgjë, po mirë shkoja mbrapsht. Ato ndjekën e afërt. Pra ndjekën e hapur. Pra ti e merre vesh që ky po më ndjek mua. Natyrisht është përpjekje për efekt psikologjik, për shantazh, për presion psikologjik. Këto ka një protokoll gjithmonë jo për shmangjen, po për të marrë me ndjekjen, se ndjekja ishte afërt. Ka një protokoll që të evitosh. Sepse rreziku më i madh në këtë rast dikush është gabimi njerëzor. Se një makinë që të ndjek në autostradë, në diçka afër apo në një rrugë diku, ndonjëherë gabimi qoftë i shoferit ton, qoftë i shoferit që të ndjeket. Më shumë kjo është këtu janë duhet një protokoll edhe si lëviz që të kesh kujdes me makinën që lëviz, si çfarë rrugësh lëviz, të evitosh lëvizjet me shpejtësira të mëdha ku ti ka një protokoll e tjera protokoll, mos ju lodh. Pra gjithmonë është ajo rreziku i gabimit njerëzor, sepse unë them shantazh psikologjik, sepse edhe mundon, se edhe ka ndodhur, po që t'jetë qëllim që të shtuk, ose të eliminim fizikisht, ikën i besnik vjej tjetër. Për eliminim fizik, jo, por për shembull, a ka patur ndonjë incident ku kanë tentuar që të gjuajnë ose... Jo, incidente ka pasur, ka pasur. Incidentet ishin normale, po. Për shembull, incidenti që ka qenë më tepër frustrues ishte bllokimi i rrugës daljes të ambasadës, derës ambasadës. Domethënë, shkon ministri dhe thonë që janë qytetarë aty gjem ti bën, pastaj dikur fritën atë përfaqësuesin serb në Tiranë dhe i thanë, nesër ke makinën te dera, s'ke për dalë më nëse besnikut atje. Dhe kështu zgjidhej. E kuptoj. Domethënë, këto janë, shiko, sepse shpesh, domethënë, është pjesë psikologjike, domethënë, nëse ti bie prej e kësaj shantazhi psikologjik, ose me shaka, po them prapë, se është pjesa e kësaj që kishim dhe stafin njerëz shumë të mrekullueshëm, domethënë Gilmani, Artani, domethënë Shklezeni, Sezaiu, të gjithë të çunat të mrekullueshëm. Ne i kalonim këto gjëra kështu dhe domethënë që apo na ndjek njëri apo se po s'na ndoqi njëri kot që po rrim këtu dhe atëherë kthehemi në shtëpi më mirë se s'po bëjmë punë. Domethënë kalon me do t'i kalosh sepse edhe duhet të jesh i bindur për atë që po bën dhe për atë pse e bën. Domethënë përndryshe nuk është ti duhet bëhesh prej. Kështu e mendoj. Përmendëm pak ish presidentin Rugova. Çfarë të ka mbetur diçka në mendje prej tij? Thellësia. Për mua Ibrahim Rugova është politikani më i madh shqiptar që unë kam njohur. Do të thënë thellësia e tij. Pra, artikulimi i pavarësisë së Kosovës, që njerëzit shpesh i bezdistet që ai e thonë të çdo javë,
ashtu siç e thoshte, sepse nuk kishte edhe hapësira shumë për të bërë, ai kishte shumë të qartë që pra në bisedat private. E para, më duhet ruaj qendjen njerëzore. E dyta, më duhet ruaj kontaktet me kancelarit perëndimore dhe telefoni im flet vetëm anglisht, që do të më thoshte unë do bëj ç'më thot Amerika. Dhe ma ka thonë, unë tek Amerika besoj. Besoj fort tek ato. Dhe në fund të ditës, ato do kenë një zë. Dhe më duhet që ky zë të jetë favorin tonë. Por që ta kem të zën favorin tonë, unë duhet politikisht artikuloj, pa u mërzitur, të drejtën tonë për pavarësi. Madje jepte argumentat pse është e mirë dhe për Serbinë, dhe në të vërtetë kishin argumente që qëndronin, sepse Serbia me një Kosovë që me atë represion që kam parë unë aty, që është diçka që është të mbetet impresionuese gjithmonë. Nuk mund kishte asnjë, nuk mund vazhdonte, ishte barrerën për Serbinë Kosovë ato. Ishte barrerën, nuk jo të reformoj të bëjë shtet demokratik, po edhe shtet eficient, se Kosova mund mbajë vetëm me një arsenal të marrë dhe shpenzim të madh ushtarak njerëzor, psikologjik e tjerë. Pra, ruajtja e qenies njerëzore dhe pritja e momentit të duhur, tre pra, tham, artikulimi i pavarësisë, ruajtja e qenies njerëzore dhe pritja e momentit të duhur. Zhvillimet në veri nuk kemi punë ne. Ai disa herë është provokuar për të hyrë në ato zhvillimet që ndërsa bëheshin luftime në veri, thonin futu dhe ti se e kemi më të lehtë gjithë. Ai thoshte jo. Kjo është për të na përdorur ne mish për top. Ne dhe shumë e matur dhe kohë edhe të drejtë për gjithçka. Por me thonë të drejtën, unë jam bindur nga ai njeri, se ishte kaq i qartë në ato që thoshte dhe shumë gjëra që i kam thonë më vonë, në fakt i kisha prej të them drejtën. Edhe sa të tjera i kisha nga informacione. Dhe kur kam pas një emision Shqipëria ime në një radio kontakt që ka qenë në Tiranë, që mbanim emisionet të përnaçme, bashkë me gesetarin Flamur Gashi, edhe në të vërtetë unë aty flisja gjëra që do të ndodhin si parashikimet mia, por që në fakt më kishin thonë që kështu do të ndodhë. Pra unë e dje që të ndodhte kështu. Njerëzve kur ja thoja që kështu të ndodhi, thonin jo. Nuk e them unë, e thonë ato që ka nga Beogradi me një gjë të qartë nga kjo, që Kosova do të pavarësohet. Erdhi momenti që ju u tërhoqët si trup diplomatik nga misioni në Beograd. Si kujtoni orët e fundit që ishit në Beograd edhe ndarjen nga aty? Të thonë, qeta kanë qenë, pa në lloj, të qeta, pa në lloj. Ndarjet e mundë që vjen një moment, mbaron gjërat atë, largohesh. Nuk ishin interes në skujt që të kishte ekses e gjëra. Po, janë më shumë ka reflektime, masi kthehesh, ka shumë reflektime të forta njeriu, domethënë. Se çfarë mund të kisha bërë ndryshe? Dilema e diplomatit është gjithmonë, dilema e diplomatit është si e bëra, a e bëra mirë. Dhe a mund ta bëja më mirë, sepse thash flite për kapitullin më të rëndësishëm, një nga kapitullet më të rëndësishëm të historisë shqiptare. Është, domethënë, themon me shaka dhe me shoqëri, ka qenë punë e Zotit që ndodh aty. Domethënë të ndodhesh atje në një moment kaq të rëndësishëm të historisë së vendit tënd, profesorës së vendit tënd. Domethënë, ndonjëherë edhe vetes time them, edhe unë nuk di ta vlerësoj sa duhet. Mase se vlerësoj sa duhet, rëndësinë që ka pas. Aq e rëndësishëm ishte, domethënë ti ishe në Beograd ku luajshin gjithë intrigat, ku kishte informacion, ku kishte tipo profesoj, ku nga mëngjesi në darkë ishe në takime, ku kishte minutë pushim. Pra nuk është si që ishte këtu në Otava që do t'i kërkoj vetë takime, do t'ishe aktiv, t'i mundohesh të bërë. Jo, aty ishe në qendër, në fokus, ishte Kosova. Unë lëvizja shkoja çdo javë në Kosovë, isha goxha informuar. Sa po vija nga Kosova se dilte dhe jepte edhe Tanjugu, lajmet që ishte i ngarkuar në Filanin në Kosovë. Natyrisht ata fusnin në gjë provokime kështu gjërat, punë e tyre, no? Por kishin edhe ca media të pavarur që ishin objektive që e jepnin informacion të nesmen, binte telefonin, se gjithë ishin interesuar çfarë po ndodh në Kosovë. Sepse i thonë që takoi Rugovën, i përshin këto informacion të njerëzit që ishin interesuar, të ishe aktiv.
Ajo është mënyra që ti të hedhësh tezat tuaja, të japësh informacionet që duhen, por edhe të marrësh informacion, se diplomacia kështu funksionon. Jep, merr informacion. Është shkëmbim informacioni, shkëmbim tezash, shkëmbim argumentash, të gjitha janë pjesë është një bashkëbisedim si ne të dy bashkë. Nëse je njëri social, diplomacia është gjëja më e bukur që mund të jesh njëri social, serioz, të përgatitesh bash. Diplomacia është shumë e bukur, shumë e bukur. Është privilegj. Unë prandaj kam edhe të vështirë të flas shpesh për sakrificë. Është privilegj diplomacia, për mendimin tim, si kam menduar. Pasi ju u larguat nga Beogradi, ndodhi edhe masakra e Rçakut. Si e përjetuat dhe si e kujtoni? Ka dy përjetime. Emocional që ishte kjo u konsiderohet Srebrenica e Kosovës. Në vranë pleqe fëmijë, njerëz të varrosur në varre masive. Kjo është makabre, normalisht. Të drejtën si ekspert e kam menduar dhe e kam deklaruar edhe në media, hapet kapitulli për zgjidhjen e çështjes Kosovës. Sepse Perëndimi nuk mund të lejonte më një Srebrenicë të dytë. Herën e parë, po themi u kapi pa përgatitur, herën e dytë nuk mund të lejonte më. Mund të met në zemrat e Europës. Dhe Rambujeja është pasojë e Rçakut. Edhe marrëveshjet, gjitha dhe bombardimet e NATO-s, gjitha kanë një konsekuencë. Pra kam përjetuar nga pikpamja njerëzore, sepse kam pas edhe njerëz të njohur, kam pas shumë, edhe vazhdet kem shumë Kosovë. Por nga pikpamja e të ardhmes, kam menduar që i erdhi fundi dhe do filloj një kapitull i përzgjidhur. A kishte në Beograd zyrtar që në NZ ishin kundra regjimit të Miloševićit ose politikës së tij, apo aty mbizotronte frika terrori dhe nuk kishte zëra kundër? Kishte zëra kundër, kishte terror, kishte edhe ato presionet e tyre, po kishte zëra kundër, që ishin edhe autoritete, të cilët kam pas rastin të takoj edhe me koston e persekutimit, ose kërcënimeve, po kishin të autoritetin e tyre, po themi Vesna Pesić në atë kohë ishte goxha, ishte kryetare e Aleancës Qytetare Serbe, parti e vogël, po që me zë në drejtim kundër luftës. Po ishte Bogdan Bogdanović, ishte kryetari i Beogradit, kryetari Bashkisë Beogradit. Predrag Simić, një nga ekspertët. Sonja Biserko e Komitetit Helsinki për drejtat e njerëzit, tjerë që i kam takuar. Ka qenë një dramaturge, një historiane. Kam frikë se mos emrat, po domethënë Dubrava Petrović, quhej kjo historiane, bashkë me të shoqin e sa kujtoj. Dhe Biljana Srbljanović ishte një dramaturge e famshme dhe ajo ishte goxha. Një shok, që qenë dhe zëvendëskryetare e zëvendëskryministre, Jeliza Minić, e cila ishte dhe me cilën kam pas një lloj miqësie dhe sfundi e kam taku Bilan në Bruxelles. Ishte një zë autoritar, e tjerë do më intelektuar që kam nashtu, të cilët hapur dilnin për të sfiduar regjimin me gjithë koston e që kishte katët emra tjerë që s'më kujtohen tani. Po këto e di që po që më kalojnë tani figurat parasysh, pas po i lidh dot edhe me emra. Ka kaluar vite, po. Një dorë intelektualesh kishte, kjo po e quajmë kështu, të cilët në shkëmbim të kostos po kishin guximin dhe patriotizmin, siç e quhen ato për vendin e tyre, që të shpëtonin Serbinë nga nacionalizmi dhe nga gjëra që thonin një pjesë për tyre thoshte orë besnik. Qofse shqiptarët nuk do të jetojnë me ne, çfarë do bëjmë ne me ato? Iku Jugoslavia, tash ishte çfarë do bëjmë ne? Janë 2 milion, çfarë do bëjmë ne? I mbajmë ne jemi 6 milion serb, 2 milion shqiptar, si mund t'i mbajmë ne? Kështu. Shumë e thjeshtë, domethënë.
Ju e keni përjetuar nga afër, po them, gjithë historinë e Kosovës për ato vite që ju ishit aty, fillimin e luftës e të gjitha këto. Sot që shikoni në bankën e të akuzuarve në Hag, ish-krerët e UÇK-s, si ju bën që të ndiheni ky fakt edhe çfarë ju vjen ndërmend? Shiko, është një nga këto gjëra që fatkeqësisht nëse personat që kemi biseduar e shikojnë këtë intervistë, do e kujtojnë që këtë frikë kemi pasur. E kemi pasur për arsye sepse kemi parasysh u bombardua Serbia, një vend kristian në zemrën e Europës. Dhe normal që dhe unë e kam djerë këtë me diplomatët më parë dhe diplomatë miq na e kanë thënë që ka një pjesë të Europës që ka një lloj keqardhje për atë që ndodhi Serbisë dhe mbase edhe diplomacia serbe duke qenë shumë aktive, duke ringjallur dhe aleancat vjetra të saj, arriti dhe forcimi i Rusisë. Sarim se në momentin kur bë bombardimi i Serbisë, Rusia ishte në kulmin e dobësisë saj. Rusia e Jelcinit. Më pas, Rusia e Putinit ishte më e fortë ekonomikisht, ushtarakisht dhe më e gjallë diplomatikisht. Dhe kishte një lloj sentimenti të tillë. Së dyti, për ca gjëra, mas edhe ne shqiptarët duhet ishim tregu pak më të zotët për të vendosur rendin dhe drejtsinë në Kosovë masën. Ky është më shumë një reflektim. Së treti, edhe interesat gjeopolitike përpjeka që për të mos e lënë komplet Serbinë në influencën ruse, por për ta futur të paktën në Bashkimin Evropian në gjirin e perëndimit, bënin rolin e tyre. Dhe për mendimin tim të çojnë të gjitha këto në një lloj padrejtësie. E kam pas frikë edhe aprovimin nga Parlamenti i Kosovës për këtë dhomat speciale të gjykatës Hagës. Nuk e di sa do të ishin gjendje ne të detyronim që të paktën ato të ishin në Prishtinë, mos ishin jashtë Kosovën. Kjo është pyetje që për gjithmonë a kishim mundësi apo jo, nuk e di a kemi pas mundësi të drejtën, sepse aty kanë qenë, me sa më kujtohet, më edhe amerikanët pra kësaj. A shifni sikur mundohet që të ketë një retorik barazimi mes agresorit dhe viktimës? Kjo është rrezikshëm, po, e shoh. Dhe është e padrejtë, dhe është një gjë që me cilën duhet marrë në mënyrë sistematike. Natyrisht që të barazosh viktimëve me agresorin është cinike, e padrejtë dhe cinike, e padrejtë nga pikpamja e së drejtës, cinike nga pikpamja morale, dhe nuk e di sa vlen edhe nga pikpamja e gjeopolitikës në rajon. Sepse nëse ti lejon të kalojnë gjërat shumë, atëherë ti thua Serbisë se ti mund ta përsërisësh këtë gjuhë. Dhe Serbia ka pas tentativa për të. E inkurajuar nga këto, jam i bindur, ka pasur tentativa për të bërë provokime dhe për të përsëritur. Tani me këtë president që është, cilin në atë kohë ka qenë jo vetëm nga udhëheqësit e lëvizjes radikale e serbe të Vojislav Šešelj, por edhe ministri i informacionit Miloševićit në 98-2000. Dhe nuk është se besoj shumë që në reformimin e tij të brendshëm, mase kostumin e ka ndrruar, e ka bërë më europian, por pjesën e brendshme nuk besoj shumë. Kështu që po, janë pjesët me të cilat duhet merremi vazhdimisht, janë këto rreziqe. Dhe natyrisht edhe shpresojmë që edhe politikanët e Kosovës gjithmonë shumë të heqin dorë nga këtë lloj ose të tregojmë më tepër maturi gjeopolitike dhe maturi më shumë ndjeshmëri për këto lloj gjërash se sa për pushtetin. Kalojmë në një kapitull tjetër të karrierës suaj diplomatike, ju emëroheni në Kanada.
Kanadaja është një vend mik i shqiptarëve i Kosovës. Çfarë kujtoni me krenari gjatë misionit tuaj në Kanada? Çfarë është diçka që keni bërë dhe ju bën krenar sot? Atëherë, në këtë 25 vjetor të hapjes së ambasadës së Shqipërisë në Ottawa, më lejo që të falenderoj të gjithë diplomatët dhe stafin ndihmës të kësaj ambasade për punën e tyre plot dedikim dhe profesionalizëm në zhvillimin dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Kanadas. Unë pata fatin për 5 vjet të përfaqësoj Shqipërinë në Kanada dhe të shikoj ose të kontribuojmë bashkë me bashkëpunëtorët e mi në rritjen eksponenciale të investimeve kanadeze, me fokus energjinë, burimet natyrore, dhe që e qoj stokën e investimeve nga 1 milion euro në 705 milion euro në fund të mandatit. Të shikoj rritjen e bashkëpunimit dypalësh në gjitha nivelet, që kulmoj me vizitën e krye senatorit Kinsella në Tiranë dhe krye parlamentarës Topalli në Ottawa, dhe me vizitën e kryeministrit Berisha në Ottawa. Të shpreh mirënjohje për mbështetjen që Kanadaja dha për Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës, dhe me faktin që ai njohi Kosovën në ditët në muajin e parë të pas shpalljes së pavarësisë ndërmjet vendeve të G7-s dhe të vendeve të NATO-s. Të shpreh mirënjohje gjithashtu për mbështetjen që Kanada e dha antarësimit të Shqipërisë në NATO, si dhe forcimit të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, për t'i çuar komfort standardeve të NATO-s. Gjithashtu të shpreh një mirënjohje të madhe për diasporën shqiptare, e cila ishte gjithmonë për krah ambasadës dhe ndihmoi me sa mundej në vendosjen e urave të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona dhe veçanërisht në marrëveshjen për njohjen e sigurimeve shoqërore apo marrëveshjen e pensioneve, ku kanë qenë pjesëtar të kësaj diaspore që fillimisht e kanë nxitur me forcë deri në institucionet kanadeze fillimin e bisedimeve. Edhe të jem dëshmitar i rritjes në cilësi dhe në numër të kësaj diaspore, e cila është integruar fal talenteve të vetë shqiptarëve për qafimit të standardeve të shtetit kanadez, si edhe fal bujarisë së shpirtit kanadez dhe të qëndrimit shumë mirëseardhës të institucioneve kanadeze, të cilat kanë bërë të mundur që këtë diasporë sot të ketë këtë lloj dimensione. Dhe të gjitha këto janë gjërat që unë i thash në një mënyrë kështu diplomatike, që ju bëjnë krenar për më bëjnë të mirë. Nuk do të doja, më bëjnë të mirë, më bën të them që kam bërë diçka. Mirë, do të pyes çfarë nuk e bër atëherë. Çfarë ju ka ngel një peng që nuk arritët që ta realizonit gjatë mandatit tuaj si ambasador? Edhe ju ka ngel peng që keni dash që ta bëni. Një investim shumë i madh në fushën e ndërtimit të hidrocentraleve dhe të përpunimit në fushën e kromit dhe nikelit. Ai nuk u bë, ai u nis, nuk u bë. Ishte një investim rreth 1.2 bilion dollar, i cili u nis në kohën, nuk u bë, dhe se di se si përfundoi. Ka qenë një shtera parë që ja them publikisht. Dhe kaq. Unë dalët pak edhe tek marrëveshja për pensionet, në gjuhën e thjeshtë për popullin. Çfarë është bërë me ratifikimin e kësaj marrëveshje? A është aktive si marrëveshje, pra a përfitojnë qytetarët? Që nga 1 gushti i vitit 2022, marrëveshja është aktive.
është një marrëveshje ku mund përfitohet në fushën e komplementaritetit të viteve të punës në Kanada dhe në Shqipëri, si edhe të bëhet zgjedhje nëse pensionin e don Shqipëri apo në Kanada. Në këto dy aspekte është një marrëveshje tip që bëhet në përgjithësi ndërmjet vendeve, e cila përgjithësisht vërtetës ka përfitime, kuptoni, por shpeshherë këto lloj marrëveshjesh vishen me ca pritshmëri dhe mistifikohen në një mënyrë që ngrejnë në pritshmëri jo reale. Nuk është puna se as Shqipëria do paguaj për kanadezët, as kanadezët do paguajnë për shqiptarët. Kjo është një marrëveshje e cila garanton që çdo kontribut që kemi bërë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kanada, ne t'i marrim përfitimin. Kjo është. Dhe mund ta marrim këtë përfitim si të duam. Unë që po e flas marr pensionin e Shqipërisë në Shqipëri, pensionin e Kanadas në Kanada, megjithëse marrëveshja është në fuqi, por që mua nuk më shërbente në atë mënyrën se si kisha shpërndarë vitet e punës. Unë zgjodha ta marr pensionin e Shqipërisë në Shqipëri dhe pensionin e Kanadas në Kanada. Më shumë si një reflektim ose opinionin tuaj, çfarë mendoni që duhet që politika në Tiranë të mësoj nga mënyra se si bëhet politika në Kanada, apo mënyra si funksionon shteti, apo si bëhen investimet? Çfarë mendoni ju që është diçka që duhet ta marrim shembull? Shiko, për Kanadan para Trudeau ka shumë gjëra që ai ka, nuk e di, është ky lloj modeli është. Unë me shakan shoqëria quaj Parajs Kanadan, sepse shumë duket në vërtet një vend model. Dhe mbaj mend se shumë vinin në konkur, kam shërbyer unë në këtu, vinin shumë për të marrë model ligjin për emigracionin. Kanë ardhur Austria, kanë ardhur Gjerman, delegacionet që i kam, ambasadorët e vendeve më thonë. Dhe Kanadaja kishte një politikë balancuar fiskale, investimesh, një administrat, shpenzime të matura administrative, politikë emigracionit që përshtatej me standardet dhe me kërkesat e tregut këtu dhe me kapacitetet për të integruar shpejt të ardhurit, cilët përqafonin standardet e këtushme. Sot nuk e di a është kjo gjë, domethënë sot për shembull, po thamë, shikojmë një rezultat zgjedhjes të përmbysur me politikan që kalojnë në krahun tjetër, që e thënë mos së buti është korrupsion politik. Këtë Edi Rama e ka bërë me kohën Shqipëri, ka nevojë ta mësoj. Po, edhe ajo që ndodhi me kamionistët e pama në Tiranë, nuk besoj. Unë besoj se Kanadaja ka shumë gjëra për vete tani për të rikthyer pak në shinat e duhura, sepse kam frikë. Se demokracia kanadeze nuk është aty në rrugën e duhur, ka humbur common sense-in, ka humbur sa gjëra, domethënë kam parasysh që debati i fundit i zgjedhjeve nuk kishte fare debat, u bë një dehumanizimi liderit opozitës që thoshte ca gjëra shumë thjeshta, ti mund të mos i duash, po që nuk e di çka kishte aty për të thënë ekstrem. Një media që hidhet komplet kundra opozitës, megjithëse paguhet nga taksat tona, cila e shikojmë të në Tiranë të po. Dikush që thotë që unë dua ulje shpenzimesh, domethënë më shumë ndërtim shtëpish, përballimi i jetesës, siguri në rrugë, pra stop crime, building homes, Canada first, exit tax, pra uljen e taksave, uljen e shpenzimeve, u demonizuar në një mënyrë të tillë që kështu që tani në këtë moment unë e gjej shumë të vështirë, domethënë që edhe Kanadaja vetë nuk është shembull për vetveten, siç e shikoj unë. E shoh me shumë shqetësim sepse ky është adeu im i dytë. Unë jam këtu tani. Megjithëse jam shumë çdo vit shkoj 2 muaj në Shqipëri, unë kurrë s'u largova nga Shqipëria për hir të vërtetës, sepse vazhdoj çdo vit shkoj 2 muaj në Shqipëri. Jam çdo ditë hap ditën me komunikim me Shqipërinë, me shokë, miqë, me kushërinjë.
parafisë. Por më dhëm kjo që shikoj në Kanada, dhe ajo që mua më dhëm më shumë është reagimi i opinionit, i cili është kaq i nërtë dhe ka njerëz që e marrin pra është bërë fjalimi Davosit si fjalimi programatike Enver Hoxhës. Unë nuk e di çfarë, si ekspert nuk e pasojë fjalimit Davosit është vizita në Kinë, ku të një orientimi i gabuar, them unë. Politika kanadeze duhet të jetë domosdoshmërisht orientuar ndryshe. Siç e shikoj unë, më flas si ekspert, mund ta kem gabim, po kjo është mendimi im që më pyetet. Dohet të ishte më e kujdesshme, pavarësisht sfidave që ka me fqinjin tonë jugor. Gjithmonë kam thënë dikur një parlamentari kanadez i them që e ti që më kujton kjo si po sillemi ne tani me Amerikën, fillimet tona me Greqinë, që ne i thash shpejt e kuptuam që duhet bisedojmë, nuk ka rrugë tjetër. Sepse dikush edhe na mësoi, sepse ishim pa eksperiencë. Pa na thanë, dhe ulëm biseduam dhe arritëm diku. Dhe pala kanadeze duhet bisedoj. Do bisedosh. Nuk diversifikimi është politikë shumë e drejta, duhet diversifikime tjera, por që ti duhet rrisish prodhimin e naftës, duhet rrisish prodhimin e burimeve natyrore, ti duhet bësh politikë fiskale të përgjithshme, duhet heqësh taksën e karbonit e cila është një barë, ekonomia s'mund të jetë kompetitive. E tjera, domethënë këto lloj gjërash që duhen bërë. Duhet ta gjesh patjetër, do të përpiqesh, është përpjekje. Nuk është politika e nxitjes së ndjenjës anti-amerikane ajo që e rregullon Kanadan. Ajo e keqëson për mendimin tim, sepse ne kemi fuqinë më të madhe ekonomike dhe ushtarake botërore. Pse them me Greqinë, se ajo arroganca në thonjza e Greqisë, pra, edhe kjo është arroganca amerikane në thonjza, por do merresh me atë dhe merresh, sepse Kanada është vend shumë i pasur, Kanada ka çofron. Amerika ka nevojë për Kanada. Pavarësisht çfarë thuhet, ka nevojë dhe e di shumë mirë. Jam i bindur, unë kam lidhje biseda që ato janë të bindur që kanë nevojë për Kanadan, njerëzit, ekspert, edhe njerëz niveleve. Problemi është që loja fillon, kështu si fillon. Ti do shkosh, do bisedosh. Nuk është, domethënë, çfarë thashëm që më fillon kurave me Greqinë. Gjë, por do bisedojmë. Nuk e dija se do më di këtë pyetje. Dhe aty ja thash, do bisedojmë, dhe këto e kuptuam. Edhe ne e tham, po edhe e kuptuam, do bisedojmë, ulëm biseduam. Tani fillon ti ngjarjet në Iran, unë e përkrah komplet Amerikën në Iran. Masi Londra thot, jo s'është lufta jon, ti thu pastaj hop. Jo, nuk ishte ai parlamentarët në Vancouver, ai u porosit flasje, shu për siguri. Do t'jesh naiv, pak unë që merr me këtë punë, nuk e besoj. Dhe që ti referohesh atij, se prej atij, se pas ka të parlamentarë që s'qekën dakord, dhe pastaj ti ndrove se ndryshoi Londra, ti je Dominion. Po ti duhet të kesh parasysh se ke edhe një fqinj këtu, me të cilin ke interesa, ne kemi interesa. Kështu që pavarësisht kritikave për si sillet Amerika, sa të duash, por ajo unë jam qytetar kanadez, pagoj taksa këtu dhe unë dua që ti si kryeminist si qeveria ime, pavarësisht se të kam votuar, po unë jam qytetar një lloj si të gjithë tjerët, pra them edhe se kam votuar, sepse nuk mund të votoja një njeri i cili ka qenë këshilltar i një njeriu që Kanadane çoi aty ku e çoi. Nuk mund ta votoja, gabime kam bëvë, po, edhe që është për po. Kjo është e vërteta, por ama unë dua që ti të kesh sukses, unë nuk jam tifoz, sepse është jeta ime këtu, do të doja që kryeministrin të bisedoj seriozisht, dhe jo në momentin kur ti po bisedon, ti të kundërshtosh ndjeshmëritë në lindjen e mesme. Nuk është kjo mënyra si e shikojnë si ekspert. Mund ta kenë gabim, të tjerët mund të dinë më shumë. Unë këtë mendoj. Dua edhe një herë të ndalemi tek Shqipëria, tek politika në Shqipëri. Si e shikoni politikën sot në Shqipëri? Jemi duke bërë hapa para, apo jemi duke ricikluar po të njëjtat problematika që kemi patur në vitet 90? Shiko kush është të përbashkët, se vendemi këtu. Demokracia është rotacion. Demokracia është rotacion. Pra, një qeveri që mbetet gjatë në pushtet e kthen qeverisën në regjim. Kjo ka ndonë në Shqipëri, kjo po ndonë në Kanada. Në Shqipëri është e vështirë ta kundërshtosh tashmë qeverinë.
Qeveria e kontrollon gjithë. Kjo ndodh normalisht, nuk është puna se ndodh. Se ja edhe këtu kjo po ndodh edhe këtu. Njerëzit nuk po e kuptojnë mbase, nuk e di mbase, ose unë e kuptoj gabim mbase, po ajo që kam frikë është edhe këtu kjo po ndodh. Nuk është më qeveri, kjo është regjim. Mbas 12 vjetësh, po demokracia është rotacion. Në momentin që s'ke rotacion, fillojnë edhe korrupsioni, politika, financiare, ku e di unë merre si duash. Ajo fillon bëhet norm. Ti nuk sfidohesh. Shiko mediat publike që ne i paguajmë me taksat tona. Dëgjon ndonjëherë ndonjë kritik ndaj qeverisë? Po këto zotit kishin qenë, do kishin bërë ndonjë gabim të ri që marrin. Këto nuk janë zotit. Po në Shqipëri kjo mohabet është prapë. Pra, zgjat shumë nuk kemi bërë përpara, sigurisht, por arsye se demokracia do rotacion. Po le këtu nuk pëlqen që Shqipërinë ta ashtu më shumë se jam, po të isha në Shqipëri do flisja më ndryshe, ose të isha televizion me bazë në Shqipëri do flisja më ndryshe për audiencën shqiptare. Këtu nuk më takon më shumë, do ta ruaj etikën diplomatike sepse ky bëhet pjesë e lëkurës të shtyrës. Po këtë do të ma thuash, a ka sot Shqipëria më shumë diplomaci karriere, apo gjithçka është bërë politike? Pra e kam tek emërimet. Kemi diplomatë që janë diplomatë karriere dhe meritojnë të janë aty ku janë, apo? Ka diplomatë karriere, po janë shtu shumë emërimet politike. Ka diplomatë karriere, por janë shtuar shumë emërimet politike. S'po të kërkoj se di që s'do mi thuash kush mendon se janë emërime politike. Nuk është etike, nuk është etike. Pa kjo do ishte mungesë etike, atëherë po të hipja këtë përgjigje, do thoja Beogradi apo Otavaku ndihet më shumë ambasador? Atëherë unë do ta them këtë, do ta zbërthej shkurt, po do ta them siç i them shokëve dhe miqve të mi. Në Beograd ishte i përqendruar çfarë do bisedoje. Pra, kur shkoje në shtëpi, nesër kishe takimet dhe ti kishe do vendosje çfarë do bisedoje. E kishe mendjen aty dhe në mëngjes unë shkoja direkt, mlidhja stafin dhe ne ndanim çfarë do thoshte kush dhe ku. Se kishin gjithë takimet. Pra aty lodhje mendjen për çfarë do bëhe dhe mendoje. Kurse në Kanada kishe kohë më shumë për të menduar për kollarën, ngjyrën e kollarës dhe të kostumit. Pra përgjegjësia në Beograd ishte shumë e madhe. Përgjegjësi thash që lidhe me momentin e përfaqësimit të vendit. Pra, më diplomat ishe në esencë në Kanada, në Beograd. Aty ishte, do të thonë, ku çdo gjë jote e peshonte, madje dhe peshonte shumë. Në Ottawa sfida ishte ti je një vend i vogël, në një distancë të largët, nuk përbën një treg shumë atraktiv. Vjen këtu dhe normal, në marrëdhënie dy palçe është shumë e rëndësishme që ti jesh aktiv. Pra, si thua, këtu do duhet vetë i hapi dyert. Pra, është pjesa e diplomatit si sa insiston. Do insistosh në të hapësh dyert e institucioneve, do të mundosh gjesh investitor, nëse vjen investitori dhe dyert fillen e hapen edhe më kollaj, sepse ky vend ka shumë ndjeshmëri për investimet e veta kudo në botë. Kjo është gjëja e parë që mëson këtu, ose që ma thonë, diplomat kanadez. Unë kam pas një mik tim i cili është tani tash ka dalë në pension, i cili më thotë që sapo erdha, takohemi, dhe ishin dhe fëqinjë kur rinim aty, ku kisha rezidencën. Edhe më thotë ambasador, thotë, ka një gjë, ne tha, në ndryshim nga Europa nuk bëjmë diplomaci për diplomaci. Kur shkosh takosh diku, do të dish sa interesant pjesës kanadeze kjo që po bëjon. Edhe nëse ajo intereson dhe të intereson dhe ty, duhet veprosh. Nëse nuk gjykon se i intereson pjesës kanadeze, ti mund bësh përpjekje, po s'do kesh sukses. Sepse ne jemi ndryshe, i kemi më të reduktuar takimet për kortezi se sa Europa. Në Europë ta ne e dim ta si e keni ju, edhe për një kështu për të shpreh vullnet mirë, më takoni, bëni. Ktu tek ne nuk ndodh kështu. Dhe në këtë kuadër domethënë do gjesh interesa, domethënë ku ka.
edhe me institucionet do përpiqesh pastaj gjesh çështjet që ishin. Dhe duke ecur, natyrisht njëra ishte NATO, tjetra Kosova, tjetra ishin investimet, burimet natyrore, sa mundet X institucion të mundësi për të bërë marrëveshje. Gjëja e parë ishte, mbaj mend që tani që pa filluar me kredenciale, si kisha paraqitur ende kredencialet, nga diaspora pata kërkesën që ta kisha në mandatin tim edhe fillimin e bizatimet për pensionet, për kështu që tjetë. Sigurimet shoqërore shëndetësore. Kalojmë në një pyetje tjetër. Cili është politikani më i aftë që keni takuar gjatë karrierës suaj diplomatike? Janë dy që nuk i ndaj dot. I ndjeri Shimon Peres dhe Stephen Harper. Shimon Peres për maturinë e tij në një situatë tepër delikate në lindjen e mesme. Për maturinë se si ai i shikonte gjërat dhe donte t'i zgjidhte. Stephen Harper për një vizion shumë të qartë në një moment krize. Me shumë kuraj dhe njëri që fliste pak por i peshonte. Unë ju përmend edhe Populjasin. Po të marrim direkt në interesat tona, unë atë e vlerësoj shumë, jashtë shumë. Maturinë me të cilët ai në momentet, ai ka bërë vizitë në Shqipëri në momentin më të madh të krizës pas incidentit të Peshkëpisë. Dhe ka përdorur një gjuhë diplomatike sa të thatë dhe aq të artikuluar dhe aq të kujdesshme. Që do ta përmbledhje, shiko, ne këtu i kemi, ne problemet i kemi. Por ne këtu jemi dhe këtu do jemi. Dhe ne do t'i zgjidhim këto probleme. Dhe këto nuk zgjidhen me gjuhë të drunjt, po zgjidhen me durim. Këto ishin mesazhe që vinin nga një njeri që të kanë qenë politikanë, pastaj ka shumë për më ka qelluar të jap dorën Bush, Obama, që për këta që kanë lënë gjurmë ose që në gjurmë sepse kanë pas mundësi dhe të komunikoj, për shembull me zotin Peres, kemi pas mundësi dha një pritje kur ishte ministër i jashtëm, dha një pritje për delegacionin dhe ulëm, patëm edhe një çfarë biseda private në kuptimin se ishte lidhe me një investim izraelit në Shqipëri, patëm mundësi, që edhe gjuha e tij edhe në takim edhe në drek shumë miqësore, shumë kthej i drejtoi edhe antarëve të delegacionit, kishte mundësi të komunikojë, gjë që s'është shumë e zakonshme dhe ai të bënte ndeshje, wow, ky është Shimon Peres kaq i thjeshtë. Shumë komunikues. Kurse Harper ishte pak njëri që mbante distancë, por ishte shumë i aftë si politikan. Dhe për ta mbyllur të gjithë këtë intervistë, bashkëbisedim, nëse do të i vendosje një titull të gjithë karrierës suaj diplomatike, të gjithë jetës tuaj profesionale, çfarë titulli do të zgjidhnit? Gara Çaku në integrimin, në antarësimin në NATO. Ka qenë karriera ime. Me kulmin, pavarësia e Kosovës, po fillim Çaku vete ka këtë, se unë e thash shumë. Gara Çaku në antarësim në NATO. Zoti Konçi, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Kënaqësia ishte imja. Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe ju teleshikues që na ndoqët, ju lë takim të premten tjetër në Po të njëjtën orë. Deri atëherë bashkë mirupafshim.